është shkoha për intervistën e panë, do flasim me trajnerin e njohën, Egzon Shkollollin, i cili s'fundmi ka arrit që të kete dhe dy suksese tjena në vazhdim e shumë sukseseve. Është kënaqësi që sot Egzon kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Fillimisht për gëzime për çmimet. Faleminderit shumë. Ishin në kategorinë Men's Physique, 174 cm nëse nuk gaboj, po ashtu edhe një çmim mbar kombëtar, po aty goxha konkurrencë. Po, mirë ka pas, mirë kem kalu, ka dorë zoti u shpërbleva me që çmim që kom pas shef, ma në fund sakrifica u pagu dhe rregull. Tash vazhdoj me rrugtimin tjetër. Po si është, për shembull, ne ndoshta po shfaqim vetëm si një çmim, si një kategori, po në anën tjetër është një sakrificë që bëhet jo vetëm këtë rast në këtë garë, po ndoshta edhe në shumë sporte ndryshme dhe nga ana tjena është një sakrificë e madhe që bëjnë sportistët. Sakrificë e madhe është se duhet me pas disiplinë të madhe, me rujt veten në krejt aspektet, në ushqim, sport, në gjumë, në sjellje, në nervoza, krejt duhet milion onar, duhet më konë shumë i fokusum të synimi, edhe që kjo është sakrificë tepër e madhe. Nuk di, veçëm ata që kam provu, mu fut në këtë sport, në këto gara munden me ditë sakrificën qësh është. Po me ronda, me vështira është e ushqimit. E ushqimit. A ishim dal pak me i cik disa detajet, çka ju lejot, ose pana sa kërkon një kohë gjatë angazhim që ndoshta me muj, se nesni këto pjesë strikte, qoftë dietave, qoftë po, strikt është për fillimit, gjithçka. Gjithçka është me gramar, gjithçka është me orar, kur me hongër. Po ka java fundit atër është pak fillon ma strikt se ndalen shumë sende. A vëden, ndalen shumë sende atër qaja është pak ma strikt, po edhe ajo kaluse. Sa për shembull në cilat orane, çka hane, çka pene, raste tilla? Për shembull për këtë garë. Po. Si ka qenë rutina e ditës tënde? Ushqim protein ma shumë, oj, karbohidrate me kohë caktuar kur kom pas nevojë me hongër. Çfarë lloj ushqimi? Muin e mramët kemi pasur misht bardh, kuptohet, peshk, misht kuq, vezë edhe oriz. Është një farë balanci, ndërsa ka java e mramët, une e kom bajt planin dietën me peshk, vetëm me peshk, dzim, dhe me thonë. Vetëm me peshk. Po, i kom pas diku 3 kila në dite, dhe me thonë në dame, me gramazh, peshk dzim. Dhe me thonë s'ka zgudzon me pas kontakt me vojnë e me ndyrën. Vetëm peshk i lojt caktum edhe uj gjatë gjithë ditës për një muaj. Jo një muaj, javën e mramët para varave. Për gjatë një jave, gjithsesi është gëgja shumë të nitin. Kjo vlen ndoshta vetëm si individ apo vanjan edhe ndryshon nga persona? Jo, kjo është e bojnë tanë, kjo është për me zbraz trupin prej ndyrnave, prej krejt qajki, dhe me thonë mi qitë në zero. A vëden? është më pastru krejt, mi hek me ujna, me ndyrna, me krejt pi trupit. Tani, ditën e mramët të garave, është një farë mbushë që i thojmë ne, atërë do të me përdor oriznat, karbohidratin e këto për mu mbush trupi. Okej, po nëse po flasim për mishën e koq, mishën e bardhë dhe peshkon, janë ushqimet shishme që na shijojnë shumicën të nesh, po që faktikisht ju i përdorni në një formë të jetë bazike dhe të pashishme, po besoj. Po, na i përdorim se duhet më rujt, është mirë mi hongër dzime, puna që mës mi hub vlerat ushqyse dhe mës me fitu, ti mës me marë vaj gjatë, kur ti përgadisin njerëz, ti përgadisin edhe në për filtera, që shmi thonë, aty mishi merë shumë vaj, apo kupton, merë shumë kalori. Tash njerëzit të hajnë gjithë shysh, po tash ti për me dash mu bo bukur edhe mirë, duesh me lanë shien, mu koncentru të trupi. E une e kam qëta, une do me thonë, une e ha ushqimin ma shumë për trup, nuk e ha ushqimin me shiju. A kupton,
ka njerëz tjerë që e shijojnë. Unë nuk e kam fokusin të shija, unë e kam fokusin të shëndeti. Shëndeti. Po sa është e vështirë në Exxon kjo? Sa është e vështirë me ju rezistu? Po besoj në çdo familje ka ushqime që shpejt që përgatiten edhe me u kthy me hongër diçka grecisht bazike, ndoshta pa shije. Do të qenë sfidë shpeshherë. Po sfidë është e vështirë, edhe këta personat që jetojnë, që kanë rrethin e gjonë familjes, ka njerëz që nuk merren me sport, ka ushqime të ndryshme në shtëpi. Ata kanë shumë sfidë, se unë nuk e kam, unë për veti jetoj bashkë me shoqen time, me nusën time, me dy vajzat e vogla, na domethënë ton kohën ushqimin e kena healthy në shtëpi, i kena krejt që na duhet vetëm healthy. A din nuk është që e ndim një farë që me thonë, që shikësha ngër ta, se nuk e shojmë në shpi. Mundem dhe një vikend me dalë me qika, mi që me shetit, edhe ati mundem me hongër me eka zhigin. Po fokusi maj madhe është dhe me thonë 80-90% vetëm ushqim të mirë. Ke bënë përgatitje për një muaj më shumë, si ka qenë kjo pjesa? Jo, diku 3 muaj. 3 muaj? 3 muaj, po. Po me dieta, me ushtrive, intenzive? Po, me dieta strikte është fjalla, se unë e tonë kohën e mbaj ushqimin normal, abden, edhe gjatë kur s'ka gara, edhe gjatë kur s'ka marrë pjesë në gara, kom hongër ushqim normal, po jo si kur dërë më përgatit për gara, adin, ndryshojnë sendet pak se dhëtë me dit edhe kategorinë ku kime marrë pjesë, sa kila kime dalë, sa kila kimi humë, dush me dit këtë mi formulu. E me qenë se jemi të ushqime, jo shpesh e ndodhë me të pandështa në një pamje të tillë, duke e unë një picë, që po besoj ka qenë moment i lumtë. Me nëzikon prit, se i shisha ondër më delshin picat. Po këtu kam qenë bashkë basi që fitova kupen, jena shku një vend këtu në Prishtinë. Pikërisht në ditën e shtunë? Po, ditën e shtunë, dhe jena shku një vend këtu në Prishtinë, vajzat mjalta që i ka madhe më bëj kebab, po du më hongër picë, unë hajtë bëbab se që thashtë qëjnë i lakmisha ma shumë se ajo. Dhe shkum atje, hekem zhigin, hongërem pizza, hongërem gjithë shka. Po, ushime, taman i liri, që të mungan. E shisha që më bëjke edhe zarar me të pru, apo kuptan se më mësu trupi që sa ko, veç të mirë, po hajtë tash me hek pak zhigin edhe familja më knaqë, se më kanë të në kohën të më po veç strikt, o dasht pak edhe me bo një farë feste, me festu. Exxon, si trajnen, keni qysh pana 14-15 vitësh, edhe tash janë bo disa vite që njësh në këtë pjesën e CrossFitit jendër të panët, në vendin tonë që e kesil këtë loj theme, ndoshta nuk shpeshen nga trot edhe me fitnessin e zakonshëm, po që faktikisht ndoshta është një deg, një fush? Deg e fitnessit. është deg e fitnessit, une me fitness kom ushtru, do me thonë, mu i me thonë që 17 vjetë. A din që i merë na 17-18 vjetë, si vogël, më shku mu ka bo vakishi edhe nuk më kanë lonë me i në fitness. Më koni vogël e kom pas qëtë, më bëshin tje i vogël, nuk bën me i, abdin edhe pak sa tritesh. Po me kalimin e kohës të shi i bona do vjetë edhe hina u registrova në për fitnesset ndryshme, edhe atje të shpia jeme u hap një palestër, po pak stil ma i veçant, ma ndryshe. Ku mu ishim me punu me grupe, me bo poligonin e ushtrimeve, edhe mu gjithmonë më ka pëlqy më ushtru pak ma ushtarski. Apo kuptan, do stilat ndryshe të ushtrimeve, edhe fillova në më ushtru qatë sport vetë, edhe qitë që ka pak video në për Instagrame, qështu që, edhe e pash që njerëzit po ju pëlqen. Edhe më shkrujshin edhe të shi fillun më arë me mu më ushtru. Këna ushtru një kohë bashkë, të shi e shisha që ata po më thirin të në kohën, edhe të një fillova edhe mjë kërkut hola, mëse unë nuk kisha pun tjetër. Disu u dashke për shambull... Ti është profesion për ty? Po, u dashke për shambull me punu me hargju kohën, aty mbi ke me ndajt ka 8 orë, 12 orë në palestër, të shi janisi me dhez si sport. Apo kuptan, se u bon të shi se u thy një farë tabuje, u shtojshim femna mashkuj bashkë, që s'ka bo vakin pej më ushtru kështët. Apo kuptan, kanë ushtru femnat damas, mashkuj damas tash ushtrojnë bashkë. E në atë ko e kom thy një farë tabuje, kena ushtru
bashk, u rita si emër, hypa, do me thonë që aty e parë që o ka pëlqejet si sport edhe jem shku të avancu ma shumë, të bo programe të reja, edhe të një e parë që qatë vendin ku isha unë të punu, në qatë fitness, vendi vogël, do me thonë, u dasht me rrit me hap paljesën teme tash që ka. Edhe ka dhe si pun, ka dhe si stili punës, ka kërkesa marament se të mëdhaja, ka njerë ka kërkesa që s'kom vend paljesër ku mi shti njerëzit. Qa që është e dojnë si sport. Edhe është shumë i suksesshëm, ka shumë sukseset mëdhaja. Dallon shumë nga fitnessi i zakonshëm, po besoj me qenë se, si që përmendit ti paka shumë nëse i shohim disa nga videot, më të vërtet duke në ushtrime taman kështu ushtanake, soldier, taman ushtarë cilët janë shumë aktiv në fitness. Qashtu, kjo më varet edhe prej ditëve të javës, më varet çfarë programe ju bëj une. Ka ndonjë ditë javës i shoh klienta që jonë pak ma të lodhën ka fundi javës, ju bëj programe ma të leta, ma kardio, adin ma me nga, pak ma, s'pëdi shme ta spjegu, ma atraktive. Ka fillimi javës mundin me pas pak ma të egrë, me ushtrime pak ma të egra, ma të vështira. Adin e mas pulsin me një fjallë dhe kalojmë shumë mirë. është sport, është pak ma intenziv se fitnessi. Fitnessi është, e ka botën e vetë, është ulesh, ushtran, pauzan, këtu pauzat janë pak ma pak, është ma i rept si sport. Edhe tash që shtu përdojnë njerëzit, tash njerëzit nuk përdojnë mu me mendu qa ka më shku në më ushtru atje, ma mirë shkoj që aty e pas ka programin e vetë, shtin ushtran, ta ndalë vetë kur dënë ta bën pauzën aj, aty vesh kanë më ushtru ata, unë edhe më thonë e dirigjoj krejt, kur më ndalë, kur me fillu, abdën jam si instruktori grupit, komplet, e monitoroj tonë kohën grupit. Po, e zonë kja rritë për një veç vetës, ndërshta mja ndryshu jetën edhe shumë persona u cilët kanë ardhë edhe ta kanë besu themi trupin e tyne që me silë në një formë shumë shëndetshme. Ke pas klient që janë transformu të jetë shumë? Po, kem tonë kohën, kem klienta që humbin pesh, i mbajnë planet që ju shkrujune. Ka shumë edhe që nuk i kom postu, ka shumë mesazha që më qojnë se unë e punoj edhe online. Kam klienta edhe jashtë Kosovës, në për Evropë, në për botë, gjithka. Unë e bëj me shumë dëshirë merna me klienti, nuk e bëj veç hajt. Çfarë ndjenje është kundërshta dikush ta beson shëndetin fizike dhe e transformon komplet në një formë tjetër? Po besoj janë falenderus me qenë se... është ndjenje mirë, është ndjenje veçantë, se po ta beson, abedin. Unë e ka njere edhe në burna me veti, në abedin se thëmë pas në arrit në një pikë ku njeri me ma besu shëndetin, edhe të nëshë une 10 fish ja kthej ma shumë, 10 fish interesona ma shumë, qaj me pas sukses. Ka pas persona që tek të cilët po mduket ka qenë rekord dhe në 70 kg. Po, ka. Ka humbë? Po, ka. Në nda një kohë jo shumë të gjatë? 3-4 muj, po. Për 3-4 muj, 70 kg. Është e mundshme? Po, është e mundshme. Edhe... është e shëndetshme, egzan? Kush nuk beson, e sfidaj, mundet më ardhë, e ka prej meje, veç letë ndigon. Po, është e shëndetshme? Është e shëndetshme. Është e shëndetshme se më varet stili i planit që ka ti jep, më varet qysh e dopson e krejt këto lujnë rol. Apo kuptan? Nëse aje më ban planin, dhe më thonë, hanë si pas gjatësis peshës vetë, i ban treningat sa duhet, abdin ushtran, se ka dikush tash po ligen me po hinë në për do kazana aty me uj, në për do të nëzeta, nuk e di që ka e unë ato, aty, aje nuk liget aty, aje veç uj hupë. Adin kur që po hinë në për do kazana, në për do s'podia s'ka e qysh... I bje dehidrem? Që po, as nuk, dhe më thonë, as nuk fiton imunitet, as ku gjohaj, do të më ushtru, do të më marrë me spar, do të më hongër mirë. Po thua që ajo formë e dëmshme e të humburit pesh? Ajo është shumë e dëmshme, nuk ka kërkam botë ti me unë pesh të ndajt. Abdin, por i që të qesë ku kanë nëzet, po më dirë se trupi.
S'pon ashtu ajo është, nuk e di unë veç, për njerëz tash pehajnë forën gjithçysh edhe pa jep. Është tek pjesa e fajit tek mos informimi ose informimi jo i duhur. Marketingi e bën çeta. Nuk kam kërkan botë, më konë që ashtu që edhe lojtarët më të mirë në botë shkojnë hinë Kazan, rinë që aty që edhe veç dalin lujnë. Pse ata shkojnë ushtrojnë? Pse ata jepin shumë, jepin maksimum? S'pan pas sporti është numër 1 që ta forcon imunitetin, muskuj ti rigeneron, ti freskon. Po në mendet, Kazan aty ullën edhe me prit sukses. Ti hek 2-3 kila, i hek, po ajo është uj. Edhe që kjo, te këto kila që tham, unë i kom sekretet e mija, e kom sekretin tem të punës, kur i shon njerëzit çfarë forme ja përgatis ushqimin me hongër. Ndoshta ai ka me hongër krejt ushqimin në mënyrë të lëngshëm. Domethënë ka edhe mishin e bardhë me bluka me hongër në mënyrë të lëngshme. Tash varet prej me krejt çush e shohun çka kom i bë atina. Edhe nuk tutna. Veç mu më vyn veç me më ndigu edhe në rregull jam. Po, nëse mendojmë 70 kg në edhe 3 muajve për shumë kë dhe mund të duket i pabesueshme, mirë, po siç edhe ti po e thua, është një formë strikte, jo vetëm ndoshta e të ushtruarit, është bazike tetë edhe forma ushqimit, ajo se çfarë konsumon, kur konsumon, zgjimi, stresi, gjitha këto. 100%. Do thotë të duhet një tuton, një trajnan që komplet ja beson gjithë rutinën, edhe të ngrënit edhe të ushtruanit. Krejt duhet asi, kur t'ja shkruj planin, duhet mi ndjek që ato nëse dënë me pas sukses. Janë strikt? Po, ka strikt, tuk shi ka hupti i pave dhe vetë, ka 40-50 kila këta jonë shumë strikt, se ndryshë nuk i kanë hup, këta nuk i bo operacion prej luktit. Me ngushtu luktin, këta kanë ushtru, kanë kajt në palestër kërënarët, prej mundimit, kanë kajt, mi kanë që fotot gjithdo ditë që kanë hongër, gjithdo natë, edhe s'ka qare pa pas sukses. Duke që je gozha i vështim në këtë pjesë. Unë e kom cek edhe një emision e kom cek, para ndoshta një muj ka që kam qenë iftuar. Unë nuk do këna qëmë në ushtrime i fështirë, unë ushtrimet i du edhe i bëj programet kom qef me mi... Respektu. Po, kom qef, po unë ma shumë me mi rezikshëm në ushqim. Unë ushqimin e kom bazë kryesore. Mu së vynë ti me ushtru këtu në fitness, me kalëzu te për maksimum, e kur shkën shpi me ja fut me ongër sa mune që ba, pa se bërek ose diçka. Se kur gjoski boj, ki gjujt krejt në lësh, krejt treningin që ati ki ushtru, ati krejt e ki gjujt në lësh, kur gjoski boj. Mu më vynë ushqimin më respektu, që aty unë jam i rezikshëm, që ajo është rruga e suksesit, ushqimin. Sporti... Gjë që nëse mendojmë, nuk është që shkon edhe shumë mendje që është tetë kryesone, që ndoshta pikërisht tek pjesa e fitnessit, është panësor ushqimi. Nuk bën, pa ushqim nuk ka trup. Se gjithmonë e mendojmë këtë pjesën e ushtrimeve, jo, unë e spjegova ushtrimet që ka bojnë. Po ushqimi është që të ndreq, të bën tamam që të nëvija tuja, si pas gjatësi sa dush më konë ti. Ushqimi është, ndryshë s'ka. Ka të dush, bën që ka të dush, shko ka të dush, apet ushqim ti dush më hongër për me ndrejsh trupin. Unë kam plot klienta që janë shku në Turshia, ku përshkojnë që i bebojnë lukthin operacion. Çfarë mendimi ke? Plot kam klienta. Ata nuk munden, badjava nuk munden, vinë, ushtrojnë, jonë, me një fjallë jonë dembela. Sona përballojnë ata vetën mu që mu ushtru me boasi. Kam plot klienta që kanë bo luktin operacion, në bas një vite apet janë shnosh, se është organ që apet rritet në trupaj. Që du me dalë që du të me pas edukat të ushqimi, se apet ki mu trash. Sa dush bëne luktin operacion, në bas një vite apet ki mu trash. Kam plot klienta që vinë që kanë bo luktin, vinë ma bojnë unë ku jem trash apet për du më ushtru. Do të më konë ushqimi, është krejt, adin dush më ndalë me mendu edhe me ndru lifestyle-in për ushqim. Me thonë pishti momentit, unë du me ndrejsh ushqimin, unë s'po thonë tash ti me livrit krejt pitruve, më ongër veç strikt më bua si se ti ngara s'po dhe me shku. Veç me ndrejsh 80% më ongër pash, më ongër mirë, me dit oraret kur është mirë më ongër, me dit mbrami, qka është mirë më ongër, edhe shumë. Nëse s'din hap i kanë dyrë të one kush do, jo veç më pej, po gjithka, une këshillat i kam edhe papages, qka do mu, qka mu i mindimu, kur mu i ja këthy mesajin, ja këthaj nuk pritaj.
E kom bojë gjithmonë me dëshirë edhe tash e bëj me dëshirë. Ekzon, ke shumë persona të tillë të cilët pas ndoshta nuk kanë pas sukses pas ngushtimit të lukthit. Edhe vinë tek te me ushtru edhe me kthy veten në formën adekuate. Ka sukses kjo? Po ka sukses, unë foli me ta, ja spjegoj që është ushqimi, a më denaj, kur të merë vesh që për një me ka ushqimi, atëre e ndalë vetën, kujdeset, vjen ushtran edhe të është normal që ka sukses. Se e ka pa që nuk banë veç me operacione, me estetika, me ndrejs trupin, nuk shkon ashtë, nuk shkon dështë një vjetë t'i bën qef, po apet ki mu trash. Apet ki mu trash, nuk banë, është vend, është organ që i rritet, nuk mundesh me ndalë. A vëden, nuk mundesh me ndalë. Po çka nëse kemi kujdes në ushqimin, po që ndoshta nuk ushtrojmë, është e efektshme kjo? Po, efektshme është, ka sukses. Ka sukses, po vetëm që muskujt i ki ma të palum, je pak ma i lodhëm, apo kuptan? Nuk ke kondicion. Po, qaja është krejse, po, ka, ushqimi është krejt që e regullon trupin, ushqimi është regulli nëmër 1. Ekzon, është më vështirë me regullu formën trupone tek femnat apo tek meshkujt? Po edhe në humbje peshe. Më varet krejt sa është i disiplinum klienti. Sa ka apet është të disiplina. Mashkulli ka ma shumë muskuj në trup, femna ka ma shumë dhjem, dhe më thonë, aja dijet. Po më varet krejt sa është klienti, ka mashkuj që janë të plotë shumë, ata njerë duhet më në humë pesh, tani duhet me janis me ndërtu muskujt në trup, me kalzu për muskujt në trup, qashtu që është edhe për femna. Njerë duhet me humë pesh, nëse donë me ndrejsh trupin, tani duhet me punu për muskujt. Ka asi që janë shumë dopt me një fjallë, aty në duhet me regullu ushqimin, me kalzu qka më ongër për me shtu pesh, qka është mirë më ongër për me shtu muskuj, se ka plot që i kanë informacione gabim, janë të leksht, dhe më thonë të dopt, hajnë ushqime junkie, ushqime hamburgera, pizza, byreka, me ndojnë që me to trashën. Jo s'po trashën, po nuk trashën ato veç të ngin, ato s'kan vlera ushqyse. Nëse po me ndonë me fitu muskuj e fjalla, se po bjen keq si me shajt ushqimin të në kohën, se muna po folim për kana profesional. Po dhe jeta e shëndetshme. Po, nëse dënë me shtu muskuj, duesh me ditë qka po hanë. E qështu që. Për ndryshe, na ke po me mendu gjithë se cilit për nesh se qka konsumoj. Po duket edhe energjia jenë altë të ndëgju se jeta e shëndetshme shpeshen për shkak edhe të punës edhe profesionit nështa nuk t'imponohet, shpeshen t'imponohet edhe më ushin formën jo adekuate, minë po të që nështa nuk janë edhe arsyetime. Jo, nuk janë arsyetime se ti kur dënë e merë me veti ushqimin. Kur dënë e merë me veti që anë nusë e me mbrami mi bon gati, për mi hongër nesër gjatë ditës. E ke edhe nusën kështu ka strikte, kujdeset, ushtra? Po, ajo është trenere. është trenere. Po, punojmë bashkë në palestër. Duket që në familjen e juve është shumë ma letë nga pjesë. Po, letë e kem. Nuk është që asine, për tash, po mendojmë sa ma letë mi u bo dhe tjerve, të ju folë. Kam një farë dhëntije që më ka zotin Elfa, faleminderit shumë që njerëzit me njerë i kthej ka vetja dhe në besojnë. Avdene, kam një farë energjie pozitive se vrej. Adin, 5 minuta me bo ma bet me dikon që se kom gjofë kur, më njerë më thot ma ktheve me edin. Adin, kalzëm që ka me bo dhe do më thonë nisim bashkëpunimin. E kam që është që. Okej. Ka edhe shumë këpërnëvimi jetës shëndetshme, ka shumë nënsi. Shpeshen bët edhe nga yjet e stradës, nga personat famshëm, kemi pa që edhe shumë nga yjet dhe VIP tanë, postojnë duke ushtruan. Shpeshen janë komentuan nëse janë real forma se si kanë arritur në ato linja trupone ose jo. Mundeni me i vrejt jo Ekzon si trajner që ndoshta e dini këtë pjesën se si formohet një trup edhe sa kohë nevojitet, si është procedura, edhe një trup që ndoshta është formuar në formë teme artificiale, nuk di si ta qëmaj. Po, vrehen ato, vrehen, shumë vrehen. Digam, VIP-t këshyrin, ka disa VIP që këshyrin mira shkurt, trup. Abden, më ushtru pak, edhe me marë sende që se tash o dalë gjithë shka. Tash gjithë shka ka në treg. Tulli farë sendi ka në treg që i mundesh me marë, po ato kushtojnë. Abden, edhe këta tash të po ashfarjete kanë
i kanë sendet me një fjallë dhe i përdorin, e ndreqin. Nuk e di, nuk po di çfarë efektet negative munden me pas, se nuk i kom përdor vetë, apo kuptan. Për çfarë forma po flasim? Suplemente, po flasim intervenime kirurgjike? Kirurgjike, po bojnë gjithçka. Pe marrin vjamin atje, peshojnë atje, nuk e di as çka të bo, apo din. Po bojnë të farë ndërhyrje, çka adin, po këta kanë jetën që asisoj që nuk mundën këta me shku step by step, ka dale. Apo kuptan? Ka dhe VIP që ushtrojnë, që i njone, që ushtrojnë, që janë aktiv, po mund vjen mirë se... Kush janë ata, Egzon? A mundem mi përmend me emna? Që këtu sa ku mujtë mi pa, ka... E ki ledrin e okon, ka ushtru një kohë të mirë, okon kë botrinti, adin se i për cilëshra se, adin ja u këshyri fizikin, okon nëjzi, kapital tia, okon kapitali, dije që ai ushtron edhe, ushtron kështu të hakikat me një fjallë. Ka, për s'po mbin mend, adin se mbin mi pa për mi dalu. Është edhe Roberti? Po, edhe Roberti, a i ka ushtru gjeth, Ka plot që janë edhe natural, ka edhe që përdorin sendet tash. Më varet edhe çfarë discipline, çfarë sporti je, se këtu nuk njerëzit me përdor protein, mendojnë që jetë të pi diçka keq, e nuk e din që proteini është sendi më i miri në botë. Unë si prind, 2 vajza i kam që tash në kontrat janë nënshkruaj me përdor proteinin të njëjtën. Proteinin duhet me përdor çdo njeri, çdo sportist. Të na mbet ajo, jo ti me proteina, ti me sende, ato duhet me përdor, ajo është ushqim që i vyn trupit. Po, nga femnat? Edhe femnat njerë. Është Dafina Zeqini? Nëse me sa kam bëjt me pashtë edhe Gjensila, janë disa... Për Gjensilën, diçka o flit, kanë folë, po folin në mjegull, adin nuk bën me folë në mjegull, duhet me pas fakte. A ka bo, për atë cëna s'ka bo. A më den, nuk bën me akuzu një femën që e ka trupin super, jo ka bo, jo ka lind që tash, jo ka lind. Ti dush mi dit, mi pas fakte, të faktume, edhe me dalë me folë. A më den, dikush të i ke mbas një jave, dikush mbas 2 mujve, apo kuptan, kanë qu plohën pa lidhje me një fjallë, po Gjensila e ka trupin shumë mirë. E ka shumë trupin e formësum, tash që ka bo, a ka bo, as ka bo, kjo pas të në kohën të ushtru. Edhe ushtron intenziv, ushtron mirë, ta mën që shduhet më ushtru. Unë nuk e akuzoj për kërgjesh, pëse na bravo i koft, shije që është natural, apo kuptan, se shti falshin që ka bo ndërhyrje diçka, po edhe nëse ka bo, është trupi vetë, le të bën që të ka shef me trupin e vetë. Po, sa është e arritshme Egzon rast të tilla, e përmend edhe vetë që ka pas komente nga më ndryshme që kanë kaluar vetëm pak kohë pas lindjes, nuk është e mundun me pas trupin në linja të tilla. Tek një grua e cila lind pas një kohë shumë të shkurtër, sa është e vështirë me një kthy trupin në gjendje perfekte? Më varet krejt për genetikës çfarë e ka, mas pari, çfarë genetike e ka, më varet krejt duket që paka shumë, më falë që pëndërbej, me qenë se kemi edhe Gjensila, ushtrimet i ka CrossFit, më intenzive, nuk janë... Po, hybrid, ushtran i ka të miksu me CrossFit, fitness, ka të li farë ushtrime, po. Më varet krejt genetika çfarë e ka, femna, më varet krejt sa o rujt gjatë 9 mujve, që e konë shtatëzan, sa që ka hongër. Apo kuptan, ka femën që gjatë 9 mujve që unë e kom nusën këto, gjatë 9 mujve ka hongër ushqim healthy, ushqim normal, deri vonë nuk e kanë ditë njerëzit që është shtatëzan. Apo kuptan, nuk do me thonë tash ti shje shtatëzane me lëshu veten me hongër, mës me ditë kryt ka e ki, edhe me ndajt veç shtrem. Apo din nuk... Jo një me e kam, nuk... Apo din tash jo, jem shtatëzane, du të me ndajt shtrem. S'ki nevoj se ti smutsje, është prej natyrës. Edhe kjo pjesë gjykohet. Po gjykohet, po edhe unë që shtu që ajo thëmë, duhet, kur je shtatzane, duesh më hongër healthy, duesh më hongër mirë, se edhe fëmija arritet më mirë mrenda. Do me thonë, edhe ti ki me linë më mirë. Qa duhet me konsumu, për shambë në aset të tila? Po më hongër ushqime normali, ushqime të pasër ta. Në tënë e dim qka mirë, bre, sot krejt e dim qka është mirë. Pasha Zotën, sot krejt e dim qka është mirë e qa kesh. Cili ushqim është i mirë, cili është i kesh, shijet,
cili ushqim ka i ndyrë, cili ushqim s'ka i ndyrë, krejt shihet kur e qëtë në pjatë. Po është kojtja, nakonda, është lakmia. Lakmia është edhe qaja. Që kem të folë është genetika, është sa kujdeset gjatë, do më thonë, shtatzanis, edhe sa konë sportiva ka ushtru para shtatzanis, as ka ushtru, vëdim krejt. Edhe nëse o konë sportiste, kanë dajtë mirë, gjatë shtatzanis ka ngër mirë, aja shumë shpejt këthejet në formë. Shumë shpejt këthejet në formë, edhe nëse ka genetike në mirë, belin e ngosht, shumë e thjesht, logjike, më këthy në formë një. Po ka dikush e ka genetiken pak ma jo të mirë, edhe ka genetiken jo të mirë, edhe hanë keq, edhe veç flen, edhe kur njët s'ka ushtru, edhe ato që ka pak problem më rikëthy, më ndresh, se i vynë bagi ko. Nëse i palod, vjami, bod, vjami, 5 santin, qështu. Egzon, shumë shpejt ke edhe gara tjena për ngaditje, pas për ngaditje, po pa nësë me galu të këto, po i shojmë energjia, po më duket, po i peqen kjo pjesa me i komentu edhe yjet, e shumë ta që komentuat për linjat, është Joana Vjollca. Mirë, Joana, se s'po gëzoj me folë, se kam këshirë... E ke edhe bashkë shurdën këto? O kam këshirë gruja për atjet, po tut na po më gjunë telefon. Ja, edhe Joana ka trupin e mirë, edhe kjo shihet që ushtranë, është aktive. Qëre, tash është, adin, unë nuk edhe marra thash, nuk është mirë me akuzu, adin me folë, unë është mirë me pas fakte, kur ki me folë për dikon. Apo kuptan tash, na mundë me thonë, jo ka operacion, jo si ka brit, jo i ka hek brit, jo i ka bo të pasmet, jo si ka bo, jo i ka bo gjyksin, jo i ka bo boost. Qka do koft, krejto ka i rinë bukur. Apo kuptan? është investim edhe ajo. Po sa është e vështin me formësu muskujt aty ku janë nevojshëm? Nuk është e vështirë, se veç fokusohesh në qëta muskuj dhe punon për ta dhe i ndresh. Po nuk është e pa mundur në këto ndryshimet që bëhen pas viteve dhe që shpeshen janë me tituj senzacional që nuk ka qenë kështu. Njënjë mund të pësoj ndryshime, qofë në trop, qofë në pamje, apo sidomos në trop. Kështu që asgjë nuk është e palogjikshme që gjithmonë anojnë tek pjesët kirurgjike. Ti veç të më hap pastër, ha sa duhet protein për kil tonë dhe sa kitë leju me ndreqe ushqimin krejt, ushtra edhe ty trupit ndreqet, apo kuptan? Ndreqet trupi, në më thonë, i kitë pasmet të jo të zhvillume që është po ki qefti, ha mirë, ushqehu mirë, ushtrojt pasmet, ushtrimet cilat duhet, edhe ti ki me ndreq, ta garantoj 100%. Kjo vlenë edhe për mashkuj, për shfar do asi që e kanë. Nuk është të thonë me veç me shku me bo ndërhyrje, mundesh me ndreq edhe pa ndërhyrje, po veç që i donë pak ko ma të Sa ko për shambull? Po më varet. Përvërsisht varet edhe nga individi, ushqimi që shepër menda? Po më varet edhe nga individi, më varet edhe që shi punon trupi, dikush është, ma djava, dikush 4-5 muj me ushtru bot, ma bukur saj që ka ushtru 5 vjet. E ka që është genetiken, e ka trupi që është, punon trupi, vëlla me një fjallë, apo kuptan, që une për veti, jo mu lavdu, po une mësë më ushtru 5 muj dit, mësë më ushtru 5 muj dit, me një trening, veç njerë me hi më ushtru, me njerë këfilna. Adin me njerë këfilët trupi. është dikush e ka genetiken, vadjava. Po. Qështu. Ka dhe uje tjerë shumë që pa të shumë nuk mjafton ku Egzon shumë shpejti e ke edhe garen tjetën në Maltëzi? Po, ta shumë garat balkanike, po mendojmë kismet inshallah na mundësën zoti me marë pjesë, po përgaditem, inshallah veç hajra. Që që përgaditje fillojnë që nga tash? Përgaditje së që ndalë hesh, në më thonë atë të nkhonjën ato përgadit. Tash veç po presim. Veç po presim. Po, Egzon, nga gjitha intervistat që ke pas dhe klenohat, atë pa të shumë edhe postimet në rrjetet sociale, ku ti edhe shumë aktive dhe motivus për shumë kënd, edhe jep mesajët saktume, paka shumë një komentu e për dhe asaj përnket një deklanohat që ke pas që nëse në një fush dëshirën të jesh më i mini, edhe ta risht kesh suksese, nga një duesh milion anash disa pjesë rëndësishme tjetës, familjen, shoqërin, dështë edhe jetën aktive. Disa më kanë paragjiku. E kanë kesh kuptu? E kanë kesh kuptu, disa më kanë paragjiku, më kanë thonë qysh me lonë familjen.
Unë nuk e kom thonë me lënë familjen, mës me folë me familje ti. Po duesh, unë për veti, dy prind i kom në pej. Bom vaki që vesh 5 minuta, shkoj shpejt, i vizitoj edhe iki. Apo kuptan që kjo është ajo që nuk kom kohën për familje teme, nuk kom thonë në duhet me lënë familjen. Po jo të dëshinën. Po, apo kuptan, duesh nëse dënë sukses, duesh me punu shumë, me lonë shumë sende, me lonë shumë sende, shumë sefaja, shumë thirje, shumë ndaja, shumë qefe, shumë lezete, duesh me lonë, më fokusu, dhe me thonë ku e ki synimi, ku e ka dënë me shku. Apo kuptan, këta njerëzit nuk e bojnë, njerëzit dalin, shkojnë në menusën teme, jam i martum që 6 vjetë, më i me thonë, ndoshta për që ato 6 vjetë, zdia e na dalë 20 deri në 30 herë, më ngër darkë bashkë. Natën, ose ditën. Se të në kohën jena në punë, unë në punë, të në kohën, na që tash do të me punu me ndresh një të ardhme për familjen, për asi... Edhe për karierën. Po, për karierën, për fëmijët e mi që i kom 2 vajza, mi o ndresh jetën, ato më mburë kënde kam pas prind, apo kuptan. Edhe që ata unë kom thonë, nuk e kom thonë, jo me lanë familjen, me haru shëndetin asi. Nëse dënë mu po me miri, duesh me punu shumë, mi haru shumë sende, edhe mi gra punës. Qështu. I kemi edhe vajzat, që pa të shumë familja është pjesë e rëndësishme. Po, familja është. Edhe asëse, pa marësisht do shta punës, karjenës, angazhimeve, gjithë se cili prej nesh gjenë ko në një formë ose tjetërën për një familje. Normal. Vajza shumë simpatike, po më duket që më shumë i pas kanë gjallë bashkëshortës. Po, ka nona, po këtë nona me a fort. Qinët me të forta, me që se jemi duke i përmenë gjatë gjithë kohës. Me do që kanë me trashigu këtë pjesë me qenë se edhe të egzën, edhe bashkëshortja juj, merën e intensivisht dhe keni profesion. E kanë në gjenë edhe vajzat? Po, aktive jonë shumë, aktive jonë. Kjo vogla Sparta i ka, hala si ka bo, do më thonë 2 vjetë, kjo hala nuk din, po është energjik shumë. Mjallë ta qika madhe, të në kohën lypë marë në fitness, kur vjen aty hinë mrenda, nganë, ushtran, i përdor trakat, ma mirë se një madhë. Do më thonë, ushtran është shumë aktive, vreje që e shë që kur vjen aty nuk rrinë një vendit, po e ka dëshiren. Po, qështë do kofte nuk kom qef mu marrë me sport, se sporti i kulturan, ju jep kulturë ndryshe. Adin i bën mu rujt shumë, prej shumë sendeve, nuk i len me bo gabime, adin kujdesen ma shumë për veten, kujdesen ma shumë për rrethin që i rëthan. Adin na sportistat që jem sportistat tamën, që kem karierë, e kem një farë kulturë ndryshe. Adin edhe mendoj që i vym vendit se me një fjallë në kam po hajrin, për gjithë shka. Pa të shemë, nuk është vetëm një mirëqenje e trupit, është edhe një mirëqenje e mendjes, një me i qitë, po besoj, situatat i përballon ndryshe dhe mendja funksionon më ndryshe se sa ndryshta kër jemi më pasiv. Shumë, unë e gjithmonë klientave ju thëmë, adin, mës hajde vesh për mu ligë, se për mu do bukur. Vetëm për trup. Po, hajde edhe mas pari për shëndet mendor, se që ajo është baza, që ajo është kryesorja. Ti që apo të vynë me pas trupin mirë kur met i ki fush. Apo kuptan, është interesant me pas met mirë, ta një regullon trupin. Se neve ment na vynë, me ditë musil me familjen, me ditë musil me bashkëshorten, me burin, me fmit, me kolegen. Apo den, s'ka faj kolega që ti e nervoz e asi, apo kuptan. Që mas pari duhet shëndeti mendor, ta na mu fokusu të trupi që është përbanqë. Që ushtrimet e regulojnë edhe kanë efekt të pa diskutushme. Normal, ushtrimet që s'qysh. Egzën, faleminderit shumë për gjitha detajet që i ndave, këshillat, cilat pa dyshim që ishin në formën profesionale dhe në të mirë të gjithë se cilit prej nesh, si për qikus, ashtu dhe për ne dhe për gjitha ata që janë pas rasin të na dëgjojnë edhe t'jenë bashkë me këtë intervjist. Është knatësi, po dëshiroj edhe shumë sukseset jena ty, po ashtu dhe bashkëshortës edhe jetë shëndesh me vitë gjitha. Faleminderit shumë për ftesën, jeni shumë të mirë. Ishte knatësi.